Të dashur miq, sa herë unë komentoj gjëra mbi produkte apo ushqime të cilat janë të dëmshme për shëndetin, një pjesë shumë e madhe e komentuesve më shkruajnë që dëmtuesi numri 1 i shëndetit është alkooli. Dhe prandaj mbas shumë kohësh që ja mendoj, vendosa të bëj një video në lidhje me alkoolin. Ajo që dua të them së pari është nga vjen ideja se alkooli dhe sidomos vera e kuqe ka të mirat të shëndetit. Kjo erdhi nga një intervistë në Amerikë në vitin 1990 apo në 1991, nuk e di, në një televizion shumë të famshëm amerikan, ku një epidemiolog francez, emri nuk jam mbaj mend, po mbi emrin e ka Renaud, sugjeroi në televizion shtetëror amerikan që sëmundjet kardiovaskulare më të pakta në Francë sesa në Amerikë lidheshin me konsumimin e verës së kuqe. Dhe mjaftoi kjo thënie e këtij mjeku, që ishte profesor, që ta rriste, ta 3-4-5 fishonte konsumimin e verës së kuqe në Amerikë në vitet e ardhshme. Më duket se për një 10 vjet është 10 fishuar konsumimi i verës së kuqe në Amerikë. Dhe pyetja është nga vinte profesori Renaud. Profesori Renaud vinte nga Universiteti i Bordeaux. Kush nuk merr vesh nga vera e kuqe, vera më e mirë e kuqe në Francë prodhohet gjejeni ku? Në Bordeaux. Por nuk pati kur një lidhje shkencore. Ai sugjeroi se këto polifenolet që gjenden në verën e kuqe e ndihmojnë enën e gjakut. Po shumë shkencarë të tjerë nuk e pranuan këtë gjë, nuk e sugjeruan këtë tezë. Ai thjesht e hodhi si sugjerim, po për mendimin tim ai harroi se francezët dhe sidomos jugu i Francës kishte në fakt një dietë mediterane dhe ndryshonte shumë nga dieta amerikane, dieta kontinentale, dieta e botës së globalizuar. Ndoshta ai harroi këtë gjëra. Po me këtë video dua të bëj me thirrje. Kini kujdes nga ato që thonë kufit e tolerueshëm të alkoolit. Të dashur miq, më përpara, kur unë kam qenë student, thuaj gjithmonë, kufit e lejueshëm të alkoolit dhe që janë normale, që janë të padëmshëm për shëndetin, janë për meshkuj deri në 3 njësi në ditë dhe për femra deri 2 njësi në ditë. Kështu kam mësuar në shkollë. Çfarë janë 3 njësi në ditë? 3 njësi janë për meshkujt, po them 3 gota verë, për femra, për verën, 3 shishe birë, shishe të vogla, ose 3 nga ato pije të vogla. Ndërsa për femrat 2. Nuk ekziston kjo gjë. Mendimi im dhe mendimi i shumë shkencëtarëve për momentin është që nuk ka një kufi të sigurt për alkoolin. Nuk ekziston kjo gjë. Dëmtimet nga alkooli fillojnë që me dozat e vogla. Por le t'i futemi tani kush dëshiron të ndjeki në dëmtimet e alkoolit. Dëmtimet e alkoolit fillojnë që në tru. Për t'ua bërë të qartë, të dashur ndjekës, alkooli nuk ka asnjë të mirë. Nuk ka asnjë të mirë shëndetësor. Nuk ka as edhe një lloj të mirë shëndetësor. Sidomos për shëndetin kardiovaskular. Pra, përfitimet që alkooli, sidomos vera e kuqe, mundet të ketë në enët e gjakut, janë shumë të vogla
dhe i kalojnë dëmet e tjera që bën, nuk i kalojnë dot dëmet e tjera që bën në trup. Dëmet fillojnë që në tru, ku ai nëpërmjet receptorëve e ul vigilancën, pra e vë trurin si një gjendje gjumi, e prish gjykimin, ul aftësinë e të mësuarit, por në alkolist kronik çon deri në hipotrofi të trurit, pra zhbëhet masa indore e trurit. Dëmtimet janë të tjera në mëlçi. Kujdes të dashur miq, sepse këtu po a them sinqerisht nga zemra, ju që pini 1-2 gota në ditë për ditë dhe mendoni se nuk ju bën për mëlçin. Nuk është e vërtet. Dëmtimet fillojnë edhe me këto masa. Pra, ndoshta një njeri nuk e dëmton, por një njeri tjetër edhe dëmton, janë individuale. Më besoni që kam parë shumë pacient në moshë të re, dhe sidomos dhe femra, që bëjnë një farë jete, si me thënë, liberale, po e quaj ose kështu, 1 gotë këtu, 1 gotë atje, i ku ja 3-4 gota në ditë, ajo mbasi s'është pjanece, nuk po them, por kanë ardhur me cirrozë. Kanë ardhur me cirrozë të rënd hepatike, dhe cirroza nuk është më e kthyeshme. Është e parikthyer. Dhe për fat të keq, shumë shpesh vinë në stadin e cirrozës, sepse i neglizhojnë edhe simptomat. Dëmtimet e tjera janë dëmtime metabolike, ku alkooli shkakton një deficit energjetik, sepse alkooli ka kalori, pra 1 gram alkool ka kalori gati sa 1 gram yndyrë, pra ka shumë kalori, por nuk ka vlerë ushqimore. Ka kalori pa vlerë ushqimore. Përveç kësaj, dëmtimet janë edhe në sistemin gastrointestinal, ku mund fillojnë nga ulcera, që nuk është ndonjë gjë kaq e lehtë, po hajt mo, deri në pankreatit, deri në inflamacionin e pankreasit, që mund të ketë pasoja shumë të rënda. Gjithashtu, alkooli pengon përthithjen e vitaminës B12. Pra, alkolistët kronik bëjnë dhe anemi nga mungesa e vitaminës B12. Por, një nga gjërat dhe më të rëndësishme është se është shumë i keq dhe për sistemin ton imunitar, dhe është e vërtetuar që konsumimi i lartë i alkoolit rrit rrezikun për kancer. Pra të dashur miq, ajo 1 gotë verë ose 1 teke raki që thoshin shqiptarët e vjetër, të hap koronarët, kini kujdes sepse nuk është e vërtetë.